dashur teleshikues, e ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një ceremoni festive me shpërndarjen e certifikatave të mirënjohjes dhe këngë festive u organizua sot në shkollën në Nënshkruesi Pavarësisë në Episefa, ku nxënësit e klasës së parë mbyllën vitin shkollor. Mes buzëqeshjeve, duartrokitjeve dhe emocioneve, nxënësit e klasës së parë të shkollës në Nënshkruesi Pavarësisë në Episefa zhvilluan ceremoninë simbolike të përfundimit të vitit të tyre të parë, që ishte i mbushur me mësime, përvoja dhe miqësi të reja. Për prindrit, mësuesit dhe fëmijët, kjo ishte një ditë që shënon një hap të rëndësishëm në rrugtimin e tyre arsimor. Mësuese Laureta Lame, e cila i ka shoqëruar fëmijët gjatë këtij viti të parë, u shpreh krenare për arritjet e tyre dhe për përkushtimin që kanë treguar gjatë gjithë vitit shkollor. Sot zhvillojmë shpërndarjen e certifikatave si shenjë mirënjohje për përfundimin me sukses të klasës së parë. Natyrisht, në fillimin e këtij rrugtimi, këta nxënës çdo gjë e kishin për herë të parë. Shkollën, klasën, mësuesit, shokët dhe shoqet. Dhe në këtë impakt, normale që u krijua një përzierje ndjenjash, ndrojtja, frika, diku derdhej një lot, zëri që dridhej, dora që dridhej tek shkronte shkronjat edhe numrat e parë. Por me kalimin e ditëve, hap pas hapi dhe ditë pas dite, në kujdesin tim dhe në përkrahjen e prindërve, realizuam me durim dhe me këmbgulje të gjitha ato që ne kishim në plan. Këta nxënës kulmuan me përgatitjen e tyre në festën dhe në performancën që ato dhanë në përfundim të klasës së parë, pikërisht në festën e tyre, duke i dhënë lam të mirë abetares. Në një atmosferë të ngrohtë dhe festive, drejtoria e shkollës Enkelejda Koçiu u shpërndau nxënësve certifikatat e mirënjohjes duke i përgëzuar për sukseset e arritura. Leandro Gjibeziu, Arin Ndonjë, Majdi Miko, Amar Myrke. Ceremonisë u bashkuan edhe mësueset e ciklit të ullët, të cilat shpërndan certifikata për nxënësit, duke e kthyer aktivitetin në një festë të përbashkët. Në fund vogëlushët përshëndetën mësuesit dhe prindrit me këngën kushtuar përfundimit të klasës së parë, një moment që solli buzëqeshje, duartrokitje dhe kujtime të bukura për të gjithë të pranishmit. Kryeministri Edi Rama në një konferencë për mediat komentoi zhvillimet e fundit lidhur me projektin e investimit në Zvërnec dhe ndërhyrjen e SPAK në procesin e verifikimit të pronësisë së tokave. Kryeministri Edi Rama doli në një konferencë të paplanifikuar për mediat pas mbledhjes së qeverisë, ku komentoi zhvillimet e fundit lidhur me projektin e investimit në Zvërnec dhe ndërhyrjen e SPAK në procesin e verifikimit të pronësisë së tokave. Pak ditë më parë, prokuroria e posaçme vendosi bllokimin e transaksionit të kryer nga investitorët e huaj që kanë bler tokën, ku parashikohet të zhvillohet projekti me qëllim verifikimin e origjinës së pronës. Kreu i qeverisë e konsideroi këtë veprim si një zhvillim pozitiv, duke theksuar se procesi verifikimit ndihmon në garantimin e ligjshmërisë dhe transparencës së investimit. Unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut. I pyetur nga gazetarët nëse do të jap dorëheqjen ashtu siç kërkojnë protestuesit që kundërshtojnë projektin në Zvërnec, ai deklaroi se është zgjedhur nga 800.000 votues në zgjedhjet e vitit të kaluar. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër,
se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, Erion Ahmeti, në konferencën për shtyp mbi rezultatet e punës së policisë për muajin maj, tha se janë evidentuar 264 vepra penale të ndryshme gjatë këtij muaji në qarkun e Fierit dhe 69 autor janë arrestuar. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, Erion Ahmeti, mbajti një konferencë për shtyp mbi rezultatet e punës së policisë për muajin maj. Sipas tij, Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka evidentuar 264 vepra penale gjatë muajit maj, nga të cilat janë zbardhur 260 raste, duke arritur një nivel zgjidhjeje prej 98.4%. Gjithashtu janë identifikuar 268 autor të dyshuar, ku 69 janë arrestuar ose ndaluar. 190 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 9 janë shpallur në kërkim. Gjatë muajit maj janë finalizuar 10 operacione policore dhe janë trajtuar 161 konflikte, kryesisht për motive të dobta dhe çështje pronësie. Në fushën e sigurisë rrugore janë vendosur mbi 11.000 masa administrative, ndërsa janë regjistruar 14 aksidente me 2 viktima dhe 14 të plagosur në total. Gjatë muajit maj 2026 janë evidentuar 264 vepra penale të ndryshme, prej cilave janë zbuluar 260 prej tyre, ose 98.4% të tyre. Në këto vepra penale janë identifikuar 268 autor të dyshuar, si të përfshirë, nga cilët 69 janë arrestuar ndaluar, 190 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë evidentuar 90 vepra penale më shumë. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultat i të cilave janë arrestuar dhe ndaluar 14 persona. Operacionet policore kanë konsistuar në goditje e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, 3 operacione policore, mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, 2 operacione policore, kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë, 3 operacione policore, theksojmë këtu një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në drejtim të krimeve kundër pronës dhe pasurisë, 2 operacione policore. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm, siç janë rritja e sigurisë rrugore, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht ato që janë me impakt më të madh është pjesa e agresivitetit në rrugë. Rastet e dhunës në familje, prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla, por jo vetëm. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje dhe palishmërie, si dhe janë rritur kontakte me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe dëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Dy aksidente kanë ndodhur brenda 24 orëve në aksin rrugor Levan-Tepelen. Makina përfundon në kanal në Varibob, një ditë pas aksidentit zinxhir me turist në Fratar, duke lënë pas 4 të lënduar dhe dëme në disa makina. Aksi rrugor Levan-Tepelen është përfshirë nga 2 aksidente brenda 24 orëve të fundit, duke lënë disa persona të lënduar dhe duke rikthyer shqetësimin për sigurinë në një nga rrugët më të frekuentuara drejt jugut të vendit. Para ditën e sotme rreth orës 9:40 në vendin e quajtur Varibob, një automjet tip Volkswagen i drejtuar nga shtetasi KM ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal anësor.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit mbeti i lënduar dhe u transportua në spitalin rajonal të Fierit për ndihmë mjekësore. Burime nga spitali bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë një ditë më parë, në afërsi të fshatit Fratar, 5 automjete mes tyre dhe një kamper me turist u përfshin në një aksident zinxhir. Nga përplasja mbetën të plagosur 3 persona, 2 shtetas gjerman dhe 1 shtetas shqiptar. Të lënduarit morën ndihmën e parë mjekësore, ndërsa 2 prej tyre u transportuan drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Në të dyja rastet në vendngjarje mbërritën forcat e policisë dhe grupet hetimore, të cilët po punojnë për të zbardhur rrethanat e aksidenteve. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia mbi normat e lejuara ka qenë një nga shkaqet kryesore të aksidentit të ndodhur pranë Fratarit. Aksi Levan-Tepelen mbetet një nga segmentet më të ngarkuara gjatë sezonit veror, pasi përdoret gjerësisht nga pushuesit që udhëtojnë drejt Bregdetit dhe zonave turistike të jugut të Shqipërisë. SPAK ka kërkuar dënimin me 14 vite burg për Samir Rosales Rodriguez, kolumbian kimist në laboratorin e përpunimit të kokainës në Frakull të Fierit. Prokuroria e posaçme ka shpallur pretencën për Samir Rosales Rodriguez, shtetasin kolumbian i konsideruar si kimist i grupit kriminal që do të nxirrte kokainën e fshehur në ple organik në laboratorin e Frakullës së Madhe në Fier. Prokurori çështjes Adnan Xholi kërkoi dënimin e tij me 14 vite burg, ndërsa bëri me dije se Rodriguez po gjykohet në mungesë në Shqipëri dhe se autoritetet shqiptare po presin ekstradimin e të pandehurit nga Kolumbia. Ai u arrestua në shtator të vitit të kaluar nga autoritetet kolumbiane pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar në kuadër të hetimeve për laboratorin e kokainës në Frakull. Sipas hetimeve të SPAK, Rodriguez udhëtoi nga Kolumbia drejt Greqisë, më pas në Maltëzi dhe Shqipëri, me misionin për të ekstraktuar rreth 480 kg kokainë të përzier me pleh artificial. Ngarkesa mbërriti në Shqipëri në shtator të vitit 2022 dhe u transportua në ambientet e magazinës në Frakull. SPAK vëzhgoi kimistin dhe provoi se ai mori një kampion nga ngarkesa e Frakullës, duke konfirmuar më tej se në pleh kishte kokainë. Operacioni çoi në zbulimin e laboratorit dhe arrestimin e disa personave, mes tyre dhe ish kryekomunari Viktor Çervanaku. Për këtë dosje, gjykata ka dhënë deri tani dënime që arrin në total 89 vite burg për anëtarët e këtij grupi kriminal. Bashkimi Evropian nis heqjen e kontrolleve kufitare, pasi ka rënë numri azil kërkuesve. Komisioni Evropian u ka rekomanduar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të nisin heqjen graduale të kontrolleve të rivendosura në kufit e brendshëm të zonës Schengen, duke theksuar se këto masa duhet të mbeten të përkohshme dhe të kufizuara në kohë. Brukseli ka shprehur rezerva ndaj vendimit të Gjermanisë për të zgjatur kontrollet në të gjithë kufit e saj. Sipas Komisionit Evropian, autoritetet gjermane nuk kanë argumentuar mjaftueshëm pse kërcënimet e sigurisë janë të njëjta në të gjitha segmentet kufitare dhe pse nevojitet një zgjatje prej 6 muajsh. Kontrollet në Gjermani janë në fuqi që prej shtatorit të vitit 2024 dhe janë shtyrë disa herë, së fundi deri në mesin e shtatorit 2026. Komisioni vlerëson se ekzistojnë alternativa më efektive se sa kontrollet e përgjithshme kufitare, duke përmendur kontrollet selektive policore, përdorimin e identifikimit biometrik dhe teknologjitë moderne për monitorimin e lëvizjeve ndërkufitare. Apeli Brukselit vjen në një kohë kur të dhënat e agjencisë Frontex tregojnë një rënje të ndjeshme të kalimeve të parregullta në kufit e Bashkimit Evropian, si dhe uljen e numrit të kërkesave për azil. Në Gjermani, aplikimet për azil gjatë muajit maj kanë zbritur në nivelin më të ulët që nga viti 2020. Përveç Gjermanisë, kontrollet të përkohshme në kufit e brendshëm të Schengenit kanë rivendosur edhe Holanda, Austria, Danimarka, Franca, Italia, Norvegjia, Slovenia dhe Suedia, duke nxitur debat mbi të ardhmen e lëvizjes së lirë në Evropë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.